Ashtu si që kam parlemruar më herët në kampin e klubit futbollit Shiroka, fillimi vitit 2026 është shoqëruar me lëvizje të forta në merkato, pas zyrtarizimit pak ditë më parë të lojtarit suedez me origjinë nga Tuzi Malitëzi Jakob Dreshaj. Presidenti i klubit futbollit Shiroka, Ergi Axhani, ka bërë të ditur për forcimin e rallës për pjesën e dytë të sezonit futbollistik 2025-2026. Bëhet fjalë për një rikthim në shtëpi të futbollistit shkodran Arlind Kalaja, i cili më herët ka luajtur tek Vllaznia, Kuksi, Teuta, Kastrioti në futbollin suedez dhe atë grek. E gjithë kjo përvojë e fituar në kampionatet e elitës shqiptare si dhe jashtëvendit pritet të ndikojë pozitivisht që sulmuesi Kalaja të jap më të mirën e tij në rallët e klubit futbollit Shiroka për realizimin e objektivit të deklaruar nga drejtuesit, atë të kalimit në kategorinë e parë. Në listën e presidentit Axhani janë edhe emra të tjerë cilësor të merkatos që pritet të bën publik në ditët në vijim, ndërkohë që nga ana tjetër pritet konkretizohet edhe marrëveshja e paralajmëruar me aksionerët amerikanë, të cilët ditë më parë kanë shprehur dëshirën e një bashkëpunimi me klubin e futbollit Shiroka.